shakmin tuaj. Kalojmë në një moment tjetër të veçantë. Ajo është një artist i rrallë, shumë vjeçar. Artist që megjithatë një ditë kishte emigruar, por tërë jetën e tij ja ka kushtuar atë dheut e këngës shqipe. Vjen sonte me një këngë të re, zonja dhe zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Xhemail Murtishi. Zotëri Xhemail, mirë se erdha. Për që e vuna theksin të ija. Xhemail. Xhemail. Normal këtu në Kosovë më thonë Xhemail, po Xhemail. Xhemail me i. A ne ka Shkodra Xhemal. Xhemal. Nuk prish, po veç pa emër mos më lini. Veç pa emër mos më lini. Po si e burrë? Faleminderit shumë se falenderoj nga zemra se këtu te ju e kam pas derën hapur gjithnjë. Po këngëtarët e kanë derën hapur gjithmonë në skena atë. Jo gjithkohë, po ju jeni të veçantë. Ju falenderoj nga zemra shumë. Po dhe ju jeni për mua një këngëtar shumë i veçantë, një artist i veçantë që përkundër vështirësive të jetës, një jetë të tërë, thjesht në shërbim të atë dheut, si familje, dhe tash kur jemi bashkë, nuk mundeni që të mos duar të rokasin vllajën tuaj, Levidin, që është një idealist, një atletar, një dhe t'japim shumë duar përshqitje të prej. Dhe po që s'ja ke këti shlimin atë dheut as një moment, as me punë, as me vepër, po as edhe me këngë. Tanë jetën i ke këndu vendlindjes, dashuris për atë dheun, qëfar djenë kur i këndon tokës? Venit, prej pozicionit të Gurbeçarit. Tani, ne Gurbeçarit kemi emocion të veçantë, sepse nuk janë pak, janë 39 vite në Gurbet. Duke lënë familjen të gjitha, ajo kënga ka qenë që na ka mbajtur gjallë. 39 vite? 39 vite. Sa vjeçar? Në Gurbet kam shkuar 24 vjet. Ike nga, ta quaj mikje, sepse... Edhe tash llogariti vetë. Ishte shkurje me detyrim? Me detyrim. Prej shkolle më larguan, kështu që mbeta u detyrova t'i jashtë. Të mbijetoje, të ekzistoje. Se ja kishin vënë emrin vijën e kuqe shtëpisë tuaj, familjes tuaj, emri tuaj. Mirë po, rasti i shtëpisë ndodhi para si vllai biti, hapi gjimnazin privat në Ladorish në fshat, me vull të gjimnazit Hajdardushit Gjakovës. Dhe kështu që shkaku bë ajo shkollë që u hap, e cila funksionoi 5 vite. Mirë po më ndodhi ajo që ndodhi, kupton, derisa e mbyllën shkollën. U rrethu fshati, u bën nomje. U burgosën shumë shokë dhe idealistë kështu që. Arti juaj, sikur ka lind nga malli, shoh a është malli motivi më i madh që ju ka mbajtur juve si këngëtar, malli para dhënë? Ma merr mendja që po, se gjitha ato vite dhe pa familje, unë kam jetuar në Gurbet, dhe më thënë kam punuar bashkë me gruan time, të them me nuset time, të cilën... Që e kemi këtu e duhet të pasim se... Të cilën e përshëndes se... Nuk kam ndetur këra në gjithë rrugëtimin tim deri këtu ku jam. Kurse fëmijët i lash atje në Madhej, kryen në shkolla atje, dhe me thonë ajo që ka qenë, ajo shprastira që nuk dia mund të përsohet më në jetë, mirë po përsëri ndjem krenar për punën që kam bërë, për kushtimin ndaj atë dheut, ka gëzoj respekt jashtëzakonshëm, sidomos këtu në Kosovë, këtu në shtëpinë time. Po je në shtëpinë tënde? Patjetër. Po se jemi ne mo, Xhemail. Patjetër. A e mendon këngën që vërtet si një diçka që ta ka shpërtu shpirtin, edhe që ka qenë kënga, muzika, streh që të ka dhënë forcë? Kënga ka qenë ajo që më ka dhënë forcë, që të them më ka mbajtur gjallë, edhe jo veç mua, po gjithë ato mërgjimtarë që më kanë adhuruar, sepse unë, si thash, 4 vjet që po këndoj atje në mërgjim, si para lufte, gjatë luftës, tash pak edhe më radhë, kënga ka qenë ajo çelësi kryesor. Që të ka thënë forcë. Këndoje në shtëpi? Non-stop. Non-stop? Çdo herë. Fëmijët kanë shkuar rrugës tënde, këndon ndonjëri? Jo.
Sa fëmijë ke? Fëmijët i kam 3 djem, të cilët i shfryzërasin të përshëndes gjithë. Shqiptar 3 djem. Me vullë, Me vullë. E më janë të formuar tamam familjar, si shqiptar me një fjalë, gëzon respektin si unë ndaj tyre dhe ato ndaj me, kështu që familje të shëndosh. Zonja pak më vështirë, me 4 burra në shtëpi. Pa tjetër. Do më thonë ju dy fishun, hjekat. Mirë po, ata tash i kanë gratë e tyre, dhe janë të martuar gjithë, se unë jetoj me gruan. Këngët, kryesisht kush ti ka bërë, apo i ke bërë vetë? Jo, kam bërë vetë, kanë kryesisht përparim të mëqini, ndjerë, përparim të mëqini i madhë, që nga skena për homazhi i apën. Përparimi, mandej kolegët që edhe kemi bërë këngë bashkë, Arbena Ajdini dhe Menderes Lumani, po kam pas bashkëpunim edhe me Hysniun, që ishim e në kaluar mysafire këtu, me mentor më shkollën këtu. A vetë ke bërë do një këngë? Bëjë ndo njerë? Ja, nuk jam përgështur, kam bërë një këngë gjatë tjetër mërgjimtar, kam kënduar Moti me tekst të Salimanit, pastaj e kam kënduar shumë rapsot, kështu në Përodar, më vonë. Një jetë e shkuar, rezistencë ndaj slavëve me thana, nga asaj Jugoslavie, pas taj mbetjeve të saj, si që ishte Macedonia më pas, e kështu me radhë punë, rritje, edukim, përkushtim, për familjen, për venin, për adheun, krejt këto me mbledh në një këngë, cili do t'ishte në i vargë, disa vargë që këshin me përmbledh jetën tonë në një këngë. A ke menu me shëndëru në këngë, mos me tregu që është jeta jote aty? Do duesh jetë në infrashëri. Ta shkoj tekstin? Nuk mund, është shumë, dhe me thënë, ka shumë sende që kam përjetuar, kështu që nuk mund t'i përmbledh ato me një fjalë, po nuk kam edhe ide si mund t'a quaj. Sante do t'a promovojmë një këngë të re. Cili është mesazhi që e bardh kjo kënga juaj më e re? Kënga titulohet i kushtohet Vajzës Strugane, është me motive jugu, me tekst të Menderes Lumanit dhe muzikë dhe orkestrim të Ibrahim Islamit, Bale me pseudonim, të cilët i falenderojnë nga zemra. E këndova dhe në festivalin këngë i Honë Strug, dhe më dhe në u prit mjaft mirë, do të ndigjojmë edhe këtu. Struganes. Vajza Strugane. I kështë kënduar Struganes më heret? Po. Me që jam nga Struga, s'kam se kuj. Si jam u remendjen me këngë. Me këngë jam u remendjen. Kënga qërë? Vajza Strugane. Vajza Strugane. I e knashur me realizimin me... Shumë. E ke bërë klip, apo do t'a bërë? Po, e bërë klip. E bërë klip? E bërë në Struga ty. E bukur shumë. Tash përshion, ke danë pension, po përshion. Dole para 3 vite. Atë dhe unë ku shëtit i lirë, se dikur e ke pas të vështirë dhe të shëtis që i lirë. Mirë po tash po përshjoj, ka mecë, dhe me thonë në Kosovë mos flasin, nuk ka vend që s'kam qonë, edhe vi shpesh herë në Shqipëri gjithashtu, në Strugë më mos flasim, kështu që lëviz shumë, jam vital. Qka nuk po në rahatoheni në aspektin politik ju? Digjo, qarë menduam në fillim për çfarë organizuam, nuk doli, po më rëndësia që Kosova u pavarësua dhe i harruam të gjitha. Jo, veç më rëndësia është që me gjitha atë liri që e kanë shqiptarët atje, e ka sjell UÇK-ja. Edhe veç UÇK-ja mund të mbrojë. Pa tjetër, ajo është me vull. Dhe i madh dhe i vogël, e plak e i ri, e plak e re, e çdo qenje, që i thot bukës buke, ujt uj, do ta di, që veç UÇK-ja e ka bërë, e bën dhe e mbron. UÇK-ja është zemra jonë. Respekt për gjithë